e institucioneve të Republikës Kosovës, por edhe të shteteve mike, përfshirë edhe Brukselin zyrtar, që rasti i Banjskës, pra ndërhyrja paramilitare në territorin e Kosovës nga territori i Serbisë, të adresohet pra në nivele gjithësore, pra edhe të Serbisë, dhe po shohim që Serbia është e shurdhër në këtë drejtim, dhe tash raporti i përfaqësuesit special të OKB-s të Kosovë, pra shefit të UNMIK-ut, e nxjerr në tavolinë të Këshillit të Sigurimit duke kërkuar që të ndërmerren masa. A do të ketë diçka më konkrete në këtë drejtim, mbetet të shohim, mirë po kemi parë për 2 vite, tashmë 3 vite me radhë, se nuk ndërmerret asnjë masë ndaj atyre të cilët janë vetë deklaruar se kanë marrë pjesë në këto aksione dhe fshihen në territorin e Republikës së Serbisë, dhe Republika e Serbisë nuk ndërmerr asnjë masë konkrete gjyqësore ndaj këtyre personave. Dhe nëse është e vështirë që të dy palët të merren vesh për një ngjarje të tillë që në fakt edhe dihen autorët e saj, atëherë sa është e vështirë të procedohet tutje edhe me pika të tjera, edhe të marrëveshjeve të tjera, pra qoftë marrëveshjes së Brukselit, qoftë aneksit të Ohrit. Në qoftë se keni përcjell me vëmendje deklaratën e përfaqësueses së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ajo është shumë qartë. Pra kërkon që të palët të heqin dorë nga ngritja e temperaturës, nga eskalimi, të punojnë në deeskalim dhe të kthehen një negociate thelbësore, e cila pra do të sjellë një paqe të qëndrueshme në rajon dhe ashtu siç kërkojnë pra edhe presidentët me radhë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kërkesës së përfaqësuesit të Kosovës, në këtë rast ministrit të punëve të jashtme dhe diasporës, zotit Glauk, konjusa që Serbia t'i kthehet pra dialogut dhe ta njeh Kosovën në mënyrë që rajoni të ketë një paqe të qëndrueshme dhe që të dy vendet të antarësohen në BE, edhe në këtë rast Kosova të antarësohet eventualisht edhe në NATO. Mirë, është e vështirë të arrihet ky progresi në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë.